leti tutën Zotit ata shqiptar musliman të cilët e zbukurojnë shtëpitë e tyre për festën e vitit të ri. Është një dietar i Hanefive, thotë, zbukurimi i shtëpive, blerja e dhuratave për të madhruar atë fest, sikur të ne që kam bë për shembull, hajse viti i ri t'ja bëj të buk më shumë, t'ja bëj diçka më të veçantë, me blenë pul katunit, a me ble do pemë, do përime, për blenë për vitri, për natën vitri, kas me madhru natën vitit ri, ka thonë kjo, nuk shfeton prej dy gjërave, ose bën kufër del për dinit krejt, minimumi është haram për i harameve të mëdha. Nëse nuk del për dinit, të të një Allahu të musliman, nuk është kulturë, nuk është fe, ne jena musliman. Qa ka punë në familje muslimane, mja ble fëmijës bredhen, apo dimër qa pa bën. Këtu e në ditë se ditë e Zotit të në tjerat. Pse njerëz që kanë veçu pastaj, pa ta kanë veçu halet ditë të tjera dhe kiamet kam këtu veçtohen. Se cili millet, se cili popull, qëtë. Rësi të cilat i quajnë festa, i shejtrojnë, i madhrojnë, këtë dion, po ne musliman s'kem punë me toni. Të tjerë t'i bojnë, le t'i bojnë, kur gjo, po na nuk i bojnë, për vete si bojnë, sepse kem haram, sepse sen tonat, andaj se kem të lejuar, nuk kem nevojë ne me marrë hedhërimin e Zotit. O ju njerëz, keni frikë Allahun, fëmija nuk din, aman ditë kiametit ti e përgjësi për fëmijën tënë. Allah të ka urdhëruar ty, më kujdes për fëmijën tënë, më kujdes për din dhe për dunja. E kjo nuk është kujdesje, kjo është mos kujdesje. Dhe nëse qoftë kujdes është kujdesje, mja prish fenë fëmijës, e jo mja rujt fenë. Fëmijës nëse ja shpjegon ti, ai pajton çata të prindi. Ato bira, bredhe nuk është e muslimanëve, djali jam, çike jam nuk është e jonja. Ne jena musliman. Dy fjallë nuk i bën më, sepse prindi, i foli e bindi, kjo nuk është e jonja, na jena musliman, kaq.